një pyetje, dekoncentrimi në namaz. Shembull, jemi në namaz, alhamdulillah rabbil alamin, edhe na shkon menja dikun tjetër. A pranohet që ki namaz? Kështu, dekoncentrimi në namaz nuk e prish namazin. Kjo është parimisht. Na jemi njerëzit dhe me kret ato gajlet e dunjojës, njeri u hin namaz edhe ndonjëherë hupët. Mirë po, është në namaz. Nëse dekoncentrohet dhe është në namaz, namazi nuk prishet. Momentin që ti dallashit recatët, vend që mi bohe 4, i ki bo 5, atëre thejna ti tu ka prish namazi, se s'ki bo asë se visejza është kur gjo. Kjo është me qëtër muhabet. Por momentin që ti jenë në namaz dhe shkon mendja dhe dekoncentrohesh, por jetë elhamdulillah, jetë kuluvallahi, i din recatët, sa i ki falen, e din se ki dolpi, kretje i vidishëm, por ka mrenda dekoncentrime, thëna namazi nuk prishet. E tash, po qish mi abon na që edhe këtë dekoncentrime të largohen, mundohu të fokusohesh të elhamdulillahi shembull, ta meditojsh elhamdulillahi, ta përkthesh elhamdulillahi me shpirt, elhamdulillahi rabbil alamin, falenderimi takon vetëm Allahut, Zotit të gjithë botrave, Ar-Rahman Ar-Rahim, mëshiruesit, mëshirbërës, Malik Yawmiddin, sunduesit në ditën e gjykimit. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kur ta dish përkthimin e elhamdulillahit, edhe miresh me elhamdulillah, themi ma pak do të fokusohesh dhe ma pak do të shkon mendja për jashtë dhe do të qesh ma shumë me elhamdulillahin dhe ma shumë do të miresh me surën. Kështu që të tjetë namazi më i kompletum, a për namaz nuk prishet namazi nëse do fokusohesh përderisa i kje recatët dhe përderisa e kje namazin me gjitha të më thonë në regullat të cilët duhet t'i kete dhe më thonë namazi. Am të se shpesh ka disa ankesë, të më thonë shejtoni i ban cytje njeri ju, të ka ti t'u falbe. Pasi po dekoncentrohesh nuk ta pranon Zotin. Jo, nuk bana shumë e thonë. Edhe kjo është vezveci për shejtonit. Na jemi njerëzi, gjithë na shkon mendja namaz. Bile edhe mund të gabojmë në namaz. E ke parasysh, vend që me ra ruku drejtën sejdë, u ka habit njeri. Vend që me nin të jatë, u ka habit hoxha, jo njeri, hoxha u ka habit, edhe oshu dhe recatën e tretë dhe pa të jatë. A prishet namazi? Nuk prishet namazi. Por, që ishbe nuk prishet në të jatë nuk e netë. Ka regula në namaz. Kur një vajgjip harohet, jo me qëllim, se nëse e ban me qëllim, prishet namazi. Por kur një vajgjip harohet, qka ka? Trejtohet, regulohet. Me qka? Në regullat e fiku quhet se visejtë. E ban se visejtën edhe e plotëson atë mangësi që e patën në namaz me hares. E ta themi me hares. Faktikisht u ka dekoncentru dhe e ka ru të jatin. Edhe thejna prap namazin s'u ka prish. Por nëse dikush e ka të jatin, po mrenda të jati ka shku mendja ka pak të dyqoni, e ka shku të puna, thëna namazin regullat nuk prishet, por mundohu që qesh i fokusum ma shumëti të luqet dhe të duat.